të shmoj për t'i dhënë nderin dhe lavdinë Atit tim qiellor. Në profecitë e shkuara Zoti më kishte thënë të mos shqetësohesha, pasi do ishte ai që do ju jep dëshërim organeve të mia, të cilat ishin të shkatruara. Më tha këtë dhe unë aso kohë nuk e kuptova mirë se çfarë i referoi, ndaj nuk e mora shumë pranë vetes. Por 7 vite më pas, mua më shtypi një motor dhe pësova një aksident ku për pak vdisha, por për lavdi të Zotit arrita të shpëtoj. Dhe në një tjetër profeci, Zoti më kishte thënë se e kishte mbrojtur jetën time në të gjitha herët kur djalli kishte dashur të ma merrte jetën, por ai nuk e ka lejuar pasi ka planet e tij me mua. Në atë aksident unë humba veshin e majt dhe brenda trurit tim nuk arrija të dëgjoja asgjë, absolutisht asgjë, dhe nuk mund të bëja asnjë ndërhyrje kirurgjikale që mund të më ndihmonte, pasi ishte një pjesë brenda trurit që kontrollon dëgjimin në pjesën e majt të veshit që ishte dëmtuar. Gjatë kultit të adhurimit, zakonisht kur më japin profeci, unë gjithmonë ju them, vëlla motër, unë dëgjoj vetëm nga njëri vesh. Por në një rast, kur më dhan profeci nga veshi që unë nuk dëgjoja, unë papritmas nisa të dëgjoja shumë pak, por ndjeja se po dëgjoja. Në atë moment heshta dhe nuk thash asgjë. Nuk dëgjoja shumë mirë, por gjithsesi ishte diçka. Më pas u konsultova me mjek të ndryshëm dhe tani më kam fituar 24% të dëgjimin nga veshi i majt. Unë e shija këtë gjë të pamundur që të më ndodhte. Përlotem tani pasi gjërat që Zoti bën në këtë vend dhe se si manifestohet vetëm në këtë vend, unë i shoh dhe them se Zoti është Perëndia që bën të pamundurën të mundur. Gjithashtu Zoti më ka thënë se do të më ruante jetën dhe kështu para 2 muajsh unë isha në Orence, në Galicia, dhe munda të njoh kishën atje. Kjo ishte për mua diçka shumë e bukur, të shija kishën në atë vend. Kur isha në godinën ku po punoja, duke instaluar pllaka gipsi dhe struktura metalike nga një lartësi e konsiderueshme, dhe në strukturën mbi kokën time ishte edhe një koleg i imi që po punonte me mua. Nuk kishim kaska mbrojtëse në kokë dhe nga lart na ran 4 pllaka gipsi bashkë me strukturën. Ndjeva një goditje të vogël, por nuk më ndodhi asgjë serioze dhe këtë e dëshmoj për t'i dhënë nderin dhe lavdinë Atit tim qiellor. Dëshmoj se mbërrita në vitin 2012, 13 vjet më parë në Kish. Isha një djalë me probleme me të folurin. Dhe mjekët thoshin se unë nuk mund të flisja, nuk mund të studioja dhe isha duke sulmuar të tjerët dhe isha shumë agresiv. Por Zoti më çliroi. Zoti më dha të kuptoja ato që po bëja, më hoqi agresivitetin. Dhe më pas erdhi viti 2023 dhe e gjithë kjo përfundoi. Dhe i gjithë e kaluara ime u fshin, unë isha një person jo agresiv dhe gjithashtu fillova të studioja ekonomi dhe gjitha kjo ka qenë diçka pozitive në jetën time dhe para 3 muajsh unë u pakëzova